Në universin e mbyllur të Big Brother Kosova, ku çdo fjalë regjistrohet dhe çdo gjest amplifikohet nga kamerat, konfliktet nuk mbeten kurrë thjesht personale. Ato shndërrohen në narrativa publike, në betejë për perceptim dhe në prova karakteri. Deklarata e fortë, ty do të nxjerr maskën, do të demaskoj, e shoqëruar me presion të vazhdueshëm psikologjik dhe me një klim që tashmë kishte njohur edhe përplasje fizike, shënon një nga momentet më të tensionuara të këtij sezoni. Kjo fjali, në dukje verbale, mbart një peshë simbolike të madhe. Demaskimi në një format të tillë nuk është vetëm zbulim faktesh, është luftë për narrativën. Kush e kontrollon historinë, kontrollon edhe perceptimin e publikut. Presioni që Alba ushtron ndaj Limit nuk shfaqet vetëm si debat apo kundërshtimi drejt për drejt, por si strategji ekspozimi, një përpjekje për ta vendosur tjetrin në pozitë mbrojtjeje të vazhdueshme. Por kur presioni psikologjik ndërthuret me një klim të ngarkuar emocionesh, rreziku I eskalimit rritet. Big Brother është ndërtuar mbi tensionin, megjithatë, ka një vit të qartë që ndan konfliktin nga dhuna. Përplasjet fizike që kanë ndodhur më herët në këtë histori e kanë bërë atë vit të duket e brisht. Çdo fjalë e fortë, çdo kërcënim simbolik, lexohen në dritën e asaj që tashmë ka ndodhur. Kështu, fjalia do të demaskojë nuk dëgjohet thjesht si retorik, por si kërcënim emocional në një ambient ku kontrolli I vetes është tashmë I vështirë. Nga këndvështrimi psikologjik, presioni I vazhdueshëm funksionon si erozion. Nuk ka nevojë për një shpërthim të menjëhershëm kur tensioni grumbullohet pikë. Në një shtëpi ku nuk ka dalje, ku çdo reagim gjykohet dhe çdo heshtje interpretohet, individët shtyhen drejt skajeve. Kjo nuk e justifikon dhunën, asnjë rrethan nuk e justifikon, por ndihmon të kuptohet sepse përgjegjësia e formatit për të ndërhyrë në kohë është thelbësore. Në planin etik, këtu përplasen dy forma dhune, ajo verbale psikologjike dhe ajo fizike. Të dyja anë të dëmshme, por fiziku është vijë e kuqe absolute. Presioni, fjalët kërcënuese dhe demaskimi publik mund të provokojnë, por përgjegjësia për veprimin mbetet individuale. Ky dallim është I domosdoshëm për të mos rënë në relativizim, provokimi shpjegon, por nuk justifikon. Nga ana mediatike, ky konflikt I shtresëzuar prodhon spektakël, dhe pikërisht këtu qëndron rreziku. Spektakli shpesh shpërblen skajet, ndërsa nuanca humbet. Por Big Brother, si format me ndikim masiv, mban përgjegjësi për mesazhin shoqëror që dërgon. A tolerohet presioni I vazhdueshëm? A ndëshkohet dhuna fizike pa ekuivok? A mbrohen kufit personal? Përgjigjet ndaj këtyre pyetjeve ndërtojnë besimin e publikut. Eseja duhet të ndalet edhe te pushteti I fjalës. Maska është metaforë e identitetit, ta nxjerrësh atë do të thotë ta zhveshësh tjetrin nga mbrojtja. Kur kjo përdoret si armë, dialogu shndërrohet në duel. Debati I shëndetshëm kërkon argumente, jo kërcënime simbolike. Ndryshe, shtëpia kthehet në arenë,